Tani kam dhëmbët të shëndetshëm dhe të bardhë si perla me këtë sekret që më mësoi dentisti. Gurzat në dhëmbë të verdh ose kaf janë shumë të dëmshme për dhëmbët, prandaj duhet të hiqni ato në mënyrë natyrale për të siguruar edhe një dukje të shëndetshme dhe efektive për lëkurën tuaj. Ndjekja e kësaj recete në kushte shtëpie sigurisht që do t'jap një ndikim pozitiv në dukjen e lëkurës suaj dhe rezultatet që do të merrni janë fantastike. Për të pastruar dhëmbët nga gurzat, mund të shkoni tek mjeku ose mund t'i reduktoni ato sa jeni në kohë pa shkaktuar edhe formimin e tyre. Ja një mënyrë e cila nëse përdoret me kujdes dhe në mundësinë e duhur, do t'jap rezultate fantastike në dukjen e dhëmbëve tuaj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Për këtë do ju duhet sotbuke, krip, peroksid hidrogjeni, ujë, gjithashtu edhe një furçë dhëmbëve dhe një filxhan dhe një gargar antiseptike. Kështu rezultatet që do të merrni prej tyre do të jenë fantastike në mbrojtjen e lëkurës dhe gjithashtu largimin e zverdhjes së tyre. Hapi i parë në përgatitjen e kësaj recete është: një lugë çaji sotbuke duhet të përzihet me një gjysmë lugë çaji krip në një filxhan. Pastaj lani furçën e dhëmbëve me ujë të ngrohtë dhe e përdorni për të pastruar dhëmbët me përzierjen që përgatisni. I gjithë ky proces duhet të zgjasë për të paktën 5 minuta. Hapi i dytë: një filxhan plot me peroksid hidrogjeni duhet të përzihet me gjysmë filxhani ujë të ngrohtë dhe mbani në gojë për 1 minutë duke bërë gargar. Pastaj e nxirrni dhe shplani atë edhe me ujë të ftohtë. Hapi i tretë efikas në trajtimin e kësaj recete: përdorni një sodë për të hequr gurzat e verdha nga dhëmbët. Duhet të bëni kujdes që të mos dëmtoni kështu edhe mishërat tuaja të dhëmbëve. Rezultatet që do të merrni nga aplikimi i kësaj recete do të jenë fantastike në reduktimin e njollave dhe gjithashtu largimin e papastërtive të tyre. Hapi i katërt: përdorni larsin antibakterial për të shpërlarë gojën tuaj. Në këtë video do të tregojmë disa mënyra të tjera për të pastruar edhe dhëmbët tuaj në mënyrë natyrale. Lule shtrydhet me domate janë një pastër shumë e mirë efektive për dukjen e dhëmbëve tuaj. Ajo është e pasur me vitaminën C, e cila është e mirë për mirëmbajtjen e shëndetit oral. Ju mund të fërkoni dhëmbët me këto dy produkte dhe t'i mbani ashtu për 5 minuta. Në këtë mënyrë gurzat do të fillojnë të rradhohen. Është e rëndësishme të konsultoheni me mjekun tuaj nëse keni dhëmbë të ndjeshëm, mos i përdorni pastat me sotbuke, pasi mund të ndikojnë edhe në ndjeshmërinë më të madhe të tyre. Një buzëqeshje e shëndritshme është ëndra e të gjithëve, por para se t'i drejtoheni dentistit, ne ju japim disa ide për zbardhjen e dhëmbëve në kushte shtëpie. Përpos pastave, furçave të dhëmbëve dhe lëngjeve dizinfektuese të gojës, për të pasur dhëmbë që plotësojnë bardhësinë e tyre, mund të përdorni mjete natyrale të cilat në kushte shtëpie mund t'japin rezultate fantastike në mbrojtjen e dhëmbëve. Nëse dhëmbët tuaj janë të ndjeshëm, mos i përdorni, por konsultohuni me dentistin tuaj për të zgjedhur metodat që ju përshtaten më shumë. Një mënyrë për të pasur dhëmbë të mirë është edhe përdorimi i sodës së bukës. Soda e bukës e pranishme në kuzhinën tonë do të ndihmojë në largimin e pllakave të krijuara të cilat mund të shkaktojnë edhe ngjyrat e verdha të dhëmbëve. Mund të përzieni një gjysmë lugë çaji me sodë buke dhe me këtë maskë të lani dhëmbët tuaj. Dhe gjithashtu mund të përdorni furçën me ujë të ngrohtë tamam si me pastën e dhëmbëve normale. E përsërisni këtë të paktën jo më shumë se 2 herë në javë. Kështu rezultatet që do të merrni në dukjen e dhëmbëve tuaj do të mundësojnë një bardhësi më të mirë të dhëmbëve dhe gjithashtu do të largoni papastërtitë e tyre. Lëngu i portokallit mund të jetë një tjetër alternativë efektive në dukjen e shëndetshme të dhëmbëve dhe rezultatet që do t'i jap ai në dhëmbët tuaj do të jenë krejtësisht më të mirat. Pastrimi i rregullt i dhëmbëve me lëkurën e freskët të portokallit do të reduktojë kështu akumulimin e papastërtive në dhëmbët tuaj. Por si ta përdorni? Para se të flini, merrni pak lëng portokalli dhe me të fërkoni dhëmbët tuaj. Vitamina C dhe kalciumi që ai përmban do të jenë një mburojë fantastike në dukjen e shëndetshme të dhëmbëve dhe gjithashtu do të mbajnë larg komplikacionet e tyre. Gjithashtu mund të krijoni një masë me peroksid hidrogjeni së bashku me sodën e bukës, të cilat mund të përdoren në mënyrë të rregullt për pastrimin efikas të dhëmbëve tuaj.
Gjithashtu, përdorimi i tepërt i peroksidit të hidrogjenit mund të krijojë irritime të mishrave të dhëmbëve, ndaj mos e përdorni atë në sasi të tepërta, por gjithmonë me kujdes për të evituar kështu dëmet që mund t'i bëni dhëmbëve. Ju bëjmë edhe një herë me dije se përdorimi i këtyre metodave në kushte shtëpie në mënyrë natyrale do ju mundësojë një zbardhje më të mirë të dhëmbëve. Por nëse gjendja juaj është e agravuar, paraqituni te dentisti për të marrë një trajtim të specializuar, dhe nëse i keni dhëmbët të ndjeshëm, mos i përdorni këto metoda. Limoni gjithashtu është një ndihmës shumë i mirë për dhëmbët tuaj. Vitamina C dhe acidet që gjenden te limoni janë të përshtatshme për të larguar papastërtitë nga dhëmbët tuaj. Mund të përdorni lëngun, por edhe direkt lëkurën e tyre. Përzierni pak lëng limoni me krip. Aplikoni te dhëmbët e zverdhur dhe e lini për pak minuta. Më pas e shplani gojën me ujë të ngrohtë. Kjo rezultat do të jetë i menjëhershëm, por kjo recetë nuk duhet të përdoret më shumë se një herë në javë. Një mënyrë tjetër për të pasur dhëmbë të shëndetshëm është edhe përdorimi i metodave me krip. Kripa është një prej agjentëve pastrues më të rëndësishëm dentar të përdorur prej dekadash. Ajo do të ndihmojë në rikuperimin e mineraleve të humbura prej dhëmbëve dhe rigjenerimin e tyre, duke i bërë më të bardhë dhe gjithashtu duke i bërë ato edhe më të shëndetshëm. Përsëriteni këtë trajtim të paktën herë pas here. Mund ta përdorni në vend të pastës së dhëmbëve çdo mëngjes ose edhe më vonë pasi i shplani, ose mund ta përzierni në kombinim me sodën e bukës, por kjo nuk duhet të aplikohet më shumë se një herë në javë nëse aplikoni bashkë me sodën e bukës. Gjithashtu, mos i fërkoni dhëmbët me forcë ose mos përdorni përzierje të cilat mund të krijojnë irritime të dhëmbëve tuaj, pasi mund të shkaktojnë efekte të ndryshme negative në krijimin e proceseve mbrojtëse të tyre. Siguroni të përdorni produkte sa më natyrale, të cilat në kushte shtëpie sigurisht që do t'japin edhe rezultate fantastike në mbrojtjen e dhëmbëve tuaj. Mos i fërkoni dhëmbët tuaj me forcë nëse i përdorni këto përzierje, pasi mund të krijojnë irritime dhe dëmtime të dhëmbëve. Aplikimi i këtyre recetave nuk duhet të bëhet më shumë se një herë në javë, pasi mund të krijojë gjithashtu edhe probleme në smaltin tuaj të dhëmbëve. Të gjithë ndërojnë të kenë dhëmbë të shëndetshëm dhe të pastër, por ato duhet të bëhen në mënyrë të rregullt dhe të pastrohen si duhet, pasi është e vetmja mundësi që mund të bëni për të pasur dhëmbët tuaj më të shëndetshëm dhe për të larguar gjithashtu edhe papastërtitë e tyre. Një buzëqeshje e bukur dhe dhëmbë të bardhë janë dëshira e gjithkujt, por që t'i keni ato sa më të pastër, duhet të investoni kohë edhe pastrimin e duhur ta bëni në mënyrë të rregullt. Disa truke shtëpiake mund të funksionojnë në përmrekulli për pamjen tuaj të dhëmbëve, por ato duhet të përdoren gjithmonë me kujdes dhe në raste të tilla edhe në mënyrë të rregullt. Zbuloni cilat janë teknikat më të mira në kushte shtëpie, por çfarë duhet të konsumoni dhe të mos konsumoni për të pasur dhëmbë të bardhë. Si fillim, larja e dhëmbëve duhet të jetë të paktën 2 herë në ditë dhe duhet i pastroni edhe me fill dentar. Higjiena e mirë orale është gjëja e parë e cila ndihmon për të pasur një buzëqeshje të bukur. Pastat e dhëmbëve largojnë butësisht njollat nga sipërfaqja e dhëmbëve. Pastat për zbardhimin e dhëmbëve funksionojnë në të njëjtën mënyrë, por edhe me shumë përbërës mbi të gjitha. Nuk i çngjyrosin dhëmbët. Gjithashtu, ndërsa fijet që përdoren për pastrimin e dhëmbëve shkaktojnë edhe një ndryshim në dukjen e tyre, është i rëndësishëm të përdorni receta natyrale në kushte shtëpie, të cilat do t'japin edhe një zbardhim më të mirë të dhëmbëve. Të sinjalizoni sa herë që keni probleme, t'i adresoni ato tek mjeku juaj përkatës. Pra te dentisti duhet të bëni konsulta të rregullta, pasi do të ndihmojë për një higjen më të mirë të dhëmbëve. Përdorimi i sodës së bukës mund të jetë një zgjidhje alternative. Përveç se ndihmon në brumrat që të vinë kur gatuhen, soda e bukës është një alternativë shumë e mirë edhe për dukjen e dhëmbëve tuaj. Prandaj rezultatet që do të merrni prej tyre do të jenë më të mira në mbrojtjen e dhëmbëve, gjithashtu edhe në pastrimin e tyre. Siguroni t'i pastroni dhëmbët si duhet, pasi është një mundësi e shkëlqyer për të pasur rezultate fantastike në mbrojtjen e tyre. Kombinimi i mollës, ananasit, gjithashtu dhe luleshtrydhes në receta të ndryshme natyrale mund t'jap një zgjidhje mjaft të mirë shëndetësore për dhëmbët. Vëmendje, ju bëjmë me dije se
Informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj dëntar. Përdorimi i këtyre recetave duhet të bëhet në mënyrë të kujdesshme dhe gjithmonë të konsultoheni me mjekun tuaj për të bërë zgjedhjen e duhur natyrale për pastrimin tuaj të dhëmbëve. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.